Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot jam kthyer shumë vite pas, kam përgatitur kasata ose parfe, nuk e di se si e quani ju. Është kjo ëmbëlsirë kaq e mirë me një shije delikate, mund të ngjasoj si akullore, por në shije ndryshon dhe është vërtet shumë e mirë. Mjafton të ndiqni hap pas hapi recetën dhe do të keni një rezultat shumë të mirë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tenxhere të vogël ose xhezve zgjodha unë, do shtojmë 120 ml ujë ose gjysmë gote, 3 lugë gjelle sheqer. Masën do ta përziem dhe do ta vendosim të ziej derisa të marr atë formën e një shërbeti të trash, pra të filloj të nxjerr ato bulzat e ujit kur zjem shërbetin. Ndërkohë që përgatitet, ne ndajmë të bardhat e vezëve nga të verdhat. Për këtë recetë kam përdorur 3 vezë. E mira është që vezët të jenë të freskëta dhe se pasi bëhet akoma dhe më e mirë dhe më e freskët. I ndajmë me kujdes në mënyrë që të mos na çahen dhe të mos përzihet e bardha dhe e verdha e vezëve. Pasi i kemi ndarë të bardhat e vezëve, do t'i vendosim në një enë dhe do t'i përziejmë me mikser elektrik derisa të formohet një masë kremoze që nëse e kthejmë tasin me kokë poshtë, të mos derdhet masa. Dua t'ju kujtoj se nëse je i ri në kanalin tim, unë juftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Çdo ditë unë shpërndaj nga një recetë. Janë receta të thjeshta, të shpejta, të cilat unë i përgatis për familjen time dhe i ndaj me ju për t'ju dhënë një ide për vaktin e radhës dhe t'i përgatisni lehtë, shpejt në kuzhinën tuaj. Sidomos tani që jemi në stinën e verës, ku asnjë nuk ka dëshirë që të qëndrojë mbi sopë për orë të tëra, por nga ana tjetër vakti i radhës duhet plotësuar, apo jo. Këtë më kuptojnë shumë mirë vetëm mamat, sidomos dhe krye familjarët. Si që shihni, vazhdojmë të përziejmë të bardhat e vezëve derisa të bëhen si shkum, pra si krem, dhe pasi kanë arritur këtë masë, do shtojmë shërbetin e nxehtë, pra si që heqim nga zjarri, do ta shtojmë pak e nga pak duke vazhduar përzierjen. Kur ta filloni që ta hidhni, do shihni që masa do duket sikur do pritet, por mos u shqetësoni, filloni përzierjen vazhdimisht derisa të mbarojë masa e shërbetit. Pasi e kemi përzier shumë mirë, do ta lëmë me një anë dhe në një tenxhere me ujë të nxehtë do vendosim një tjetër enë dhe do përziejmë të verdhat e vezëve. Do t'i përziejmë për rreth 2-3 minuta në banjo mari në mënyrë që të pasterizohen. Do shtojmë 3 lugë sheqer. Do t'i përziejmë me rahes elektrik, me ngadalë dhe me kujdes, ndërkohë enën do ta mbajmë mbi zjarr të ngadalt në mënyrë që uji të jetë i nxehtë vazhdimisht ndërkohë që ne i përziejmë me rahes elektrik. Do vazhdojmë përzierjen derisa të marrin këtë ngjyrë të zbetë dhe masa të jetë kremoze. Pasi kanë marrë këtë formë, do t'i bashkojmë me të bardhat e vezëve. Dua t'ju kujtoj se, dhe dua t'ju theksoj, e shumë e rëndësishme kjo, që me rahes elektrik në këtë moment ne nuk do ta përdorim për të përzier pasi kanë arritur këtë mënyrë, pasi do ta prish formën dhe do ta përziejm me një shpatull ose lugë druri, çfarëdo lloj që t'ju gjendet në shtëpi.
I përzjejmë mirë dhe i lëmë një anë dhe kemi hapin e tretë që është përzierja e panës. Unë kam përdorur 400 ml pana për ëmbëlsira, e cila është e ëmbël dhe nuk nevojitet sheqer shtesë. Unë për gjithë recetën kam përdorur 6 lugë sheqer dhe mendoj që është mjaftueshëm pasi edhe pana është e ëmbël. Nëse ju dëshironi që të jetë më e ëmbël, mund ta shtoni, por mendoj që është mjaftueshëm e ëmbël pasi do ta shoqërojmë edhe me reçele ose glikot të ndryshme dhe kështu që ëmbëlsira është e mjaftueshme. E përziejmë panën, këtu duhet të kemi dhe një kujdes pasi nuk duhet të përziejmë më shumë se ç'duhet, pasi kur e përziejmë panën, ajo kthehet në gjalp. Pra do ta përziejmë derisa të filloj të krijoj këto vizat, kështu, pra sikur do përgatisim një tortë, pra si një krem torte. Pasi është gati, do ta bashkojmë me masat e tjera, pra të treja masat bëhen bashkë. Dhe këtu do vazhdojmë ta përziejmë me shpatull ose me lugë me kujdes derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Për të gjithë ju që e keni me merak erën e vezëve, ju siguroj që nuk vjen as pak erë. Im shoq nuk e pëlqen fare aromën e vezëve dhe këtë ëmbëlsirë e preferon dhe konsumon pa frikë sepse nuk ka as pak aromë veze. E përziejmë vazhdimisht pasi masa duhet të jetë e njëtrajtshme. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua që të më shkruani dhe të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi, ma shkruani në koment. Unë kam shtuar 100 gram bajame të pjekura. Unë kam zgjedhur bajame, por ju mund të zgjidhni frutin tuaj të thatë të preferuar ose çfarëdo lloj që ju gjendet në shtëpi. Pasi e kemi përzier, enën ku do ta vendosim, do t'i shtrojmë poshtë një qese guzhine, ose nëse nuk ju gjendet, mund të përdorni një letër pjekjeje, por është më e thjeshtë me qese guzhine. E hapim mirë në të gjithë cepët e enës dhe në fund dështojmë pak nga bajamet që unë i lash me një anë kur i vendosa në masën pak më parë. E vendosim masën të gjithë në enë, duke hapur në të gjithë sipërfaqen me kujdes dhe në fund do ta mbyllim mirë me masën që unë kam përgatitur. Me janë mbushur 2 enë të tilla. Unë i bëra të 2 pasi nuk mund ta konsumojmë të gjithë një herësh, prandaj e ndava në 2 pjesë. Kjo është pjesa e parë. E mbyllim në këtë mënyrë dhe e ruajmë në ngrirje për disa orë ose për një natë. E mira është të qëndrojë një natë. Unë e lash një natë në ngrirje dhe të nesërmen e kishim gati. Pasi ta hiqni nga ngrirja, keni kujdes nëse keni vështirësi për ta hequr nga forma, mund ta lëvizni me kujdes qesen anash në mënyrë që ajo të dalë me lehtësi dhe të mos prishet forma. Dhe kjo është rezultati pas si ka qëndruar një natë në ngrirje. E shërbejmë me reçel sipas dëshirës. Ne preferojmë shumë reçelin e pjeshkës, janë dhe të stinës tani, dhe e shoqëruam me të një shije dhe një aromë fantastike. Nëse nuk e keni provuar apo ju ka dal nga mendja si ëmbëlsirë, ju ftoj ta provoni dhe ta shijoni. Mund të duket e gjatë si proces, po ju siguroj që nuk është as pak. Mjafton të ndiqni recetën hap pas hapi dhe rezultati do të jetë perfekt. Nëse keni pyetje për këtë recetë ose për ndonjë detaj, mos nguroni të më shkruani në koment. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.